Një 44 vjeçar nga fshat Medicina është arrestuar nga policia pasi u kap duke kryer punime pa leje në urën e Vashës, një monument i mbrojtur kulturor në Klos. Sipas informacioneve, ndërhyrja e tij në strukturën historike ishte e dukshme dhe e konsiderueshme duke rrezikuar stabilitetin dhe integritetin e urës. Policia shpërndau pamje që dokumentojnë qartë veprimet palishme të 44 vjeçarit, të cilën përfshin ndërhyrje në pjesë të rëndësishme të strukturës. Materialet e mbledhura procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Dibër, ku i arrestuari do të përballet me akuzën shkatërrimi veprave kulturore dhe ndërtimi palishëm. Autoritetet lokale dhe forcat e policisë bën me dije se kontrollet në të gjithë zonën për monitorimin e ndërhyrjeve të palishme do të intensifikohen me qëllim parandalimin e dëmeve ndaj monumenteve kulturore. Ky rast vjen si një paralajmërim për çdo qytetar që mund të tentojë ndërhyrje të tilla pa leje, duke theksuar rëndësinë e respektimit të ligjit për ruajtjen e trashëgimisë historike dhe arkitekturore të vendit.